Lufta e vërtet ndodhi në parametri. Familjen e mami i futën në kamp për qëndrimi. Mami atëherë ishte e martuar në një burr tjetër dhe ishte shtatzane. Dhe burrin ja vran para syve. Dhe mami lindi fëmijën, sepse herët për lindi djalë, dhe i thanë i ke të vdekur. Domethënë mami nuk e pa fëmijën e vet. Dhe nuk e dim, domethënë nëse unë kam një vëlla apo se kam, sepse nuk na e treguan kur, nuk u mor vesh kur. Nuk ishin të jepnin gjithë fëmijës, thoshnjës dhe bismilas, që pishë ato dhe e hidhnin fëmijën i lumë, sepse o vdiste domethënë po vuan. Gjyshi im ishte një nga më të pasurit e Çamërisë. Isufi Zeti ishte një nga familjet më të pasura. Vinte nga familje shumë e pasur dhe babi thoshte kur të shkoni atje, çfarë të kap syri është e juaja. Ishte shumë i zoti për biznes, për të shitur vajin e Ullirit, shkonin shiste në Korfuz. Ai lindi për të qenë biznesmen. Po këtu pastaj si vjen koha, dhe prapë e filloi këtu me këto tregtit e qingjit, se Çami tregon vetë. Nga babi kam shumë kujtime të bukura. Unë kthesha një nga Janina, dhe ndalojmë në një farmaci 24 orësh. Edhe nga jeni, si jeni, unë isha në motrën, me nemi Çam këtej nga Parapota, dhe jemi besat e filanit, i Sufizetit. A i filloi të qante. Tha, ju duhet luftoni, tha. Dhe pastaj doli e shoqja, si duket e shoqja ishte greke, dhe ky nuk foli më bëri kështu si me shenjë. Do nuk e zgjati mua veti. Por gjithsesi u qante me lot. Ta mbaj mend. Shumë e bukur kjo histori. Në gjumë shtori është unik, s'na e merr dot asnjëri. E shtrojmë dhe këto petët, ne i sillim rreth e rrotull, si fustanelle. Dhe në ajo aroma manxuranës është, nuk e di që, do të thënë është fantastike, shë manxurane me pak mjalt. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, një emision edhe një takim pa diskutim për të folur për më të mirat, më të bukurat që na kanë lënë dhe kemi trashëguar brez pas brezi, po nga ana tjetër edhe për histori të cilat na bashkojnë në një gjuhë të vetme edhe në atë të dhembjes së Çamërisë. Por kjo tryezë diskutimit do të jetë një ndër më të bukurat. Do të mbushet plot me ngjyra, plot me shije, edhe do duhet imagjinojmë shumë gjëra të bukura nga ato që kemi trashëguar nga gjyshet tona. Kështu që kam nderin, kënaqësinë të kem një zonjë shumë të bukur, njërë më pëlqejnë shumë flokët e thua ngjyrat që sjellë dhe gjithë gëzimin që na solle më njëherë sapo hyre në studion e Çamikos. Ishte kënaqësi që më ftuat, sidomos kur dëgjon këtë emrin Çamiko, dhe unë bukur. Duke qenë se jam Çame, ndihem shumë krenare për këtë. Mimoza Balla është antare themeluese dhe drejtore e bordit e shoqatës së shefave të kuzhinës në Shqipëri, nëse do duhet ta them anglisht, Albanian Chefs and Cooks Association, një themeluese e një shoqate që në thelb si kryefjalë në profesion ka më shumë meshkuj, më shumë burra, shefat. Por ju themeloni dhe njëkohësisht drejtoni një shoqatë që ka të bëjë me gatimin. Si është jeshtë drejtuese e shefave të kuzhinës në Shqipëri? Mami më ka qenë shefe kuzhine. Dhe unë nuk kam studiuar për kuzhinë, kam studiuar shumë mbrapa, do të thënë, dhe desha patjetër të mbroja atë zanatin e mamit tim. Dhe sepse më kujtonte gjithkohën fëmijërinë, ato gatimet, ato aromat e mira, dhe që aty u nisa pastaj për të krijuar shoqatën. Shoqatën në fakt ne jemi disa antar themelues, edhe ato e pranuan të idenë time të shoqatës, se përqafuan mirë, kështu që ne tashmë kemi një shoqatë shumë të mirë me shefa kuzhine. Tani ideja e meshkujve, në fakt në kuzhinë,
Meshkujt janë shumë të mirë në kuzhinë, po punën atë backstage-in, po e them anglisht e bëjnë gratë. Gratë janë ato që lodhin duart më shumë në kuzhinë. Është një profesion shumë i bukur, mua më pëlqen të shijoj nga ana tjetër, po aq sa edhe të gatuaj. Edhe unë kam marrë disa receta nga gjyshja ime, nga të dyja gjyshet e mia, se fatmirësisht i kam njohur të dyja edhe kam jetuar me të dyja. Kështu që do të flasim, besoj kemi shumë receta për të diskutuar sot në këtë tryezë bisede të këndshme. Po njëkohësisht dua ta vazhdoj prezantimin si pjesë e jurive të certifikuara të si thua World Chef, të shefave të botës. Ju jeni një juri e certifikuar tashmë dhe jo vetëm një përfaqësuese e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Pra gjithmonë keni shkuar dhe emri juaj është lakuar edhe në media. Pa diskutim për këtë përfaqësimin e Shqipërisë dhe recetave tradicionale shqiptare, ndoshta dhe çame. Por si është jesh juri e certifikuar të marrësh këto vlerësime edhe për te kufive zyrtar të Shqipërisë? I ka diku në Izrael për të bërë një përkthim. Dhe aty bëj një kongres, aktivitet le të them më mirë, ku thoshte Cooking for Regional Peace. Të gatuash për paqen në rajon, ku ishte Palestina, Izraeli, edhe ju i dini ato konflikte. Unë vajta për të përkthyer një shefe kuzhine, në fakt. Dhe po i tregoja atyre idenë që dhe ne në Shqipëri jemi disa fe dhe jemi shumë në paqe. Ne nuk e kemi problem, ne në kuzhinë gatuajmë, unë nuk e kam problem, unë jam çame, njëri është musliman, njëri është ortodoks, katolik, nuk e kemi problem as ngjyrat, as racat, as fen. Edhe pastaj po i tregoja që dëgjoj, dhe unë jam vi nga familje shefash kuzhine, mami im shefe kuzhine e njohur, dhe motra e madhe është dhe ajo një shefe kuzhine shumë e mirë. Dhe atyre u pëlqeu kjo si ide, plus që kuptoha dhe gjua, do të thonë unë duhet komunikoja, dhe se tush mu ngjitën. Edhe thanë, mimoza, sa bukur, pse mos ta sillim të shoqat në Shqipëri. Shqipëria ishte, shoqata kishte emrin Taste of Peace, do të shija e paqes, dhe unë fillova aktivitetet në Shqipëri, para se të bëhesha drejtoresh bordi e shoqatës shefave kuzhinjerëve shqiptar. Dhe po esnim mirë, ndërkohë shoqata ofronte këto trajnimet për juri internacionale, dhe unë mora pjesë, ishte nga të parat që filluan këto, do të thënë trajnimet për juri. Këtë licencë për juri e merr vetëm për 5 vjet dhe ti duhet ta rinovosh. Dhe unë e kam rinovuar në Shqipëri. Vërtet e kam rinovuar në Shqipëri, por emrin e kam akoma në flamurin e Izraelit. Kështu që nëse shkon në faqen e World Chefit dhe po të klikosh Izrael, jam vetëm unë aty e vetmja si antare jurie, por unë gjithsesi unë jam prapë krenare se jam shqiptare, dhe kur më thrasin, kur thonë, po ti na e sillat licencën, përveç të diplomat që kemi, do të thënë letër, i them po duhet shkoni në Izrael. Por është punë e bukur, sepse ti ftohesh në gjitha këto konkurset që bëhen, sidomos studentat, ti jep pikët, jep ato vlerësime, ato studentët shohin në dritë syri, çfarë do na thotë kjo, se do i thuash edhe si është bërë kjo pjata, çfarë defekte ka, çfarë mund të korrigjohet këtu. Dhe është me të vërtet një punë shumë e bukur, kjo punë e jurisë, unë ndihem mirë, domethënë aty. A ndiheni mirë kur riktheheni pas në gatimet apo shihet që ju ka ofruar mamaja juaj në tryezën e si thua festave, në ato si thua rritet tuaja, ditëlindjet tuaja familjare, në festime në përgjithësi. Cila është ideja e parë apo memoria e parë, kujtimi i parë që ju vjen edhe ju thret në momente të këtij lloji? Atëre, jashtë këtyre festave, unë në fakt, sa shkoja të shtëpia mamit, ose mua kujtimet e shtëpisë mamit, më sjell gjithmonë një era Selino, dhe më ka ardhur dikur keq në një emision, kur filluan emisionet e para të gatimit në Shqipëri, kur një nga shefat, i njohur, po s'ka nevojë të përmend emra, tha, ne shqiptarët nuk kemi gatime, sepse dhe ne nuk kemi njohur Selinon, që ishte Selinoja, ndërkohë që unë jam rritur me atë. Sepse mami im, në kishim një shtëpi me obor, me baçe, dhe aty mbillte pak Selino, mbillte barbunja, kungulleshka, nga gjitha.
këto kopër, majdanoz, dhiozmën, të gjitha këto erzat që ne përdorim në tavolinë, mami i riste vetë. I mbilte dhe i riste. Tani në për festa kuptohet, ne çamët, ju e dini shumë mirë, ne kemi petët e byrekut, do të thënë çdo gjë kemi me petë, ai oklaia që kemi ne është si thuash vegla kryesore që ne mbajmë në shtëpi, dhe kemi mish të qingjit. Do të thënë të gjitha gatimet tona rrotullohen rreth kësaj. Byreqet, mish i qingjit. Tani me mish qingji, për shembull, nëse ne do bëjmë një gatim tradicional të vitit të ri, ne çamët përsheshen që të gjitha bëjmë me gjenedetit, ne bëjmë me mish qingji. Ato byrekun që, sidomos Tiranësit, Shqipëria e Mesme e bën me peta, me qumësh, me gjalp, ne bëjmë me mish në kokës qingjit, aty hedhim dhe lekun, dhe kujt i bie leku është vit me fat. Përdorim shumë të pllaqit, të fasulet e mëdhaja, dhe këtu e lidh me këtë të mamit, ajo kishte vënë 2 dega fasuleje që ishin pllaqi dhe i ruante për vit të ri. Dhe 20-30 kokra dhe bënte këtë tavën me pllaqi, që është shumë e mirë, shumë e bukur. Shumë e bukur. Baklavan kuptohet, sepse çdo gjë me petë, ose këtë qumështorin, klumështur që i thoshin prindët tanë, që është kuptohet një nga gatimet më të bukura çame dhe më unike mund të them unë. Shumë e mirë është. Bënim kokureci me këto mëlçit e qingjit, ose bënim një zor qingjit të mbushur me të brendshme dhe me oriz. Nuk e di nëse e keni bërë juve në shtëpitë tuaja, po besoj ti që e rritur me gjyshe e ke bërë. Ajo ishte shumë e mirë. Pastaj babi im kërkonte gjithmonë mamit t'i bënte një çajie. E di çfarë ishte çajia? Ja, duhet ta kem provuar, po. Duhet ta kem. Çajia janë 4-5 byrek, 4-5 petë byreku, që hapen holl, kuptohet, sepse ne nuk hapnim peta byreku si i bëjnë tani modelit turke, ne hapnim ato petët e holla e të mëdhaja. Ato, si që ishin ashtu të hapura, po ta shpjegoj domethënë recetën tamam, ne i spërkasnim me gjalp, vezë edhe djath. Dhe domethënë këto 4-5 petët i spërkasnim me këtë përzierjen gjalp, vezë edhe djath. Pastaj e palosnim. Në moment që palosnim një petë, e spërkasnim të pesën si. Pas palosnim krahun tjetër, e spërkasnim, do të thënë të 4 cepat, dhe bëj një si katror, edhe e fusnim në furrë. Në atë kohë, në fakt, o do e pishnim në sobën me dru, ose kanë qenë këto tavat e korrentit, edhe sajon të aty mami, po bëj e shishme, të shkrinte në gojë. Kjo çajia ishte super. Ka një recetë që mamaja juaj e gatuan shumë më mirë se ju dhe ju nuk e gjeni dot atë sekretin sepse ajo ka magjinë e vet. Ajo është gjithmonë dhe dora që i fshije. Për shembull, unë krenoj, mami nuk e ka më, po motra kjo e madhja, kjo ja ka marrë komplet dorën mamit. Sepse unë gatuaj më shumë jo gourmet, gjëra kështu elegante, dhe themi në familje themi ajtë se mosa na bën këto për shembull, po elegantet, kjo motra vën këto gjëra tradicionale. Dhe ja ka marrë me vërtet shumë mirë dorën. Po mami, për shembull na bën këto kulaçet. Po. Shkonim nesa, shkonim. Që duken në përditshmëri, duken shumë të thjeshta, po kanë një ato, nuk e di, një kulaç që zinte kjo me kos, miell dhe kos, domethënë, edhe mund të jetë shumë pak djath, edhe i skuqte në tigan. Po nuk e di çfarë të them çfarë ishte. Ose ajo brushtulla. Ajo brushtulla që mami fuse gjithë lakrat e egra, fuse dhe qep të njoma, fuse dhe shumë kopër, sepse qep të njoma shkoni shumë me kopër, dhe miell e misrit, dhe e pishte çata haje. Do më thënë ishte shumë e mirë. Ose këto zona lushnjës tani e ka marrë këmkuqen, po që edhe ajo tip kulaçi ishte, që mami e bënte me djath, me kos, me vaj ulliri, me shumë vaj ulliri brenda, me miell misri, dhe ajo bëj një kulaçe dhe ato e bënim në tavën me korrent. A sheh një lidhje midis çamërisë, pra çfarë ishin mësuar të kishin ato në çamëri, me atë që sollën kur erdhën në Shqipëri, që do të thotë kanë pasur një lidhje, meqense më kujtove vajin e ullirit, kanë pasur një lidhje të veçantë çamët me degën e ullirit, me edhe në si thua logon e Çamikos, tek oja kemi një deg ulliri për të sjellë këtë simbolik të bukur që trashëgojmë dhe këtë lidhje të bukur, ose ka pasur një lidhje të veçantë gjyshja ime me të gjitha lakrat e egra. E quante lapsanja. Edhe ajo një pjatë e shishme në duke e thjesht,
Po që thonte gjithmonë se të bën mirë për gjakun. Sheh lidhje të cilat vazhdojnë trashëgohen edhe nga momenti kur ikën nga një vend, por me vete merr edhe këtë shihen ose se si duhet gatuajmë? Dhe normal ka lidhje, po kur erdhen çamët këtu, se mos të 44-ës, kushtet kanë qenë të tjera. Tu kishte shumë fukarallik. Dhe unë atë admiroj të mami im, sepse ajo sajonte gjëra nga asgjë. Për shembull bënte ato qoftet e rëme, se di po e ke dëgjuar, që ishte thjesht mielli dhe shumë erza, sepse tu ishte fukarallik, po majdanozi, kopër, dhjozmat ishin në përdorim, i the shumë erza ajo, i bënte i skuqte, pastaj i bënte edhe këtë qullin, një salcë me domate, po që ishin shumë të shishme. Këto lakrat e egra, për shumë se kishte, në për obore, në për bace, i gjeje, dhe më në taj fukaralliku që ishim, i gjenim këto. Ose babi im për shumbull merte, blente mishte pazari Gjës Gjallë, therte gjithmonë mishtë të djelave, sepse ne ishim 4 motra dhe shkonë në shkollë, pa tjetër duhet kishte dhe një të ardhur tjetër. Dhe në fakt ishte ndaluar, do të në këto të lagjes, të komunistat e lagjes, jo, pa ima trapazi, qami, këpëton, e ke parasysh, ne tani me qfaruritë, po. Dhe a i shkreti therte qingjit dhe ashiste po këtyre komunistave, këtyre antarëve të partizë, e mernin ato, nuk e disa ishe, po 2000 kili atere, në qofë se mish ishte 1800-1600, a i bënte qik tregti, se kishte atë gjakun e qami që dhe të bënte tregti, dhe mbante pak pjesë për ne. Që mbanim të brëndshme, këto plëncat, kokën, edhe gatonte, të më thënë, mami kishte fatën e mirë që buri vetë e bënte këtë biznes të tregti, kështu që i gatonte, nga këto gatonte, mielli pastaj kishte atëherë dhe çdo gjë sajuar me miell. Ishim në rregull në një farë mënyre, kështu që atë lidhjen mami e mbajti se kishte edhe zanatin, edhe këtu pastaj thash, ai nxirrte ushqime nga guri. Ne kuptoj. Sa e mbani juve? Do me thënë sa e trashëgoni juve faktin, a gatuani ju me vaj ulliri, unë vazhdoj gatuaj vetëm me vaj. Vetëm me vaj ulliri. Vetëm me vaj ulliri. Dhe vetëm kur duhet gjalpi. Pa. Ne për shumë unë, derisa u martova, unë nuk njifja gatime me vaj tjetër, nuk e njifja mish në vicit, dhe nuk e hanim, sepse ne gatunim ose mish qingji ose asgjë. Dhe në këshu ishim. Dhe mami kishte një gjë për shumë, kur s'kishte mish, qa ishin këto zerzavatet, patliçanet e mbushura, specat e mbushura, bamjet, barbunja, kotlere, bath, bënte mami bath, se tani po në shtonë ato, po më vinte mamë në mënd ato që bënte mami, bënte ca bath, që unë nuk e realizoj do të atë gatim që bënte mami me bathët, dhe i bënte të gjitha pa mish, dhe thoshe nuk ka rëndësi, po të kesh zerzavate, nuk e pse do mishin. Mishi përdoret për fest, a i mishi qingjit aty i pjekur, e kofsha, ato të brëndshmet, ato supat magjaric, që në fakt i kanë dhe grekët sot, po që ajo zonë jemi ne, duam, s'duam, dhe më në gatimi nuk ka lidhje as me fen, as me grekun, as me shqiptarin, është e zona, kështu që ne ato kemi. Ashtu si që është baklavaja tashmë ndërkombëtare, botërore dhe që pa diskutim mund të jetë turke, po që e shijon, po thuaj se gjithë Ballkani, pra gjithë Ballkani feston një lloj. Baklavaja është dhe turke, është edhe bullgare, po është edhe e jugut, është dhe e Tiranës. Baklavaja, metoda është e njëjtë, ne presim ndryshe, do të thënë ato thelat e baklavas i presim ndryshe. Ky është ndryshimi i baklavas në gjithë Ballkanin. Mes gjithë recetave që mund të kesh hasur në kultura të ndryshme të botës, a ka një recet çame që nuk e gjen gjëkundi, për shembull unë mendoj që plumështorin ton nuk e gjen askund, dhe sa herë e prezantoj ose e ndaj me miket e mia, po qoftë edhe me bashortin tim, impakti i parë që ka pasur të plumështorit ka qenë në fakt byrek me qumësht, dhe ka menduar se është diçka e kripur, jo me atë, se ka edhe një lloj bukurie kur serviret që ka pak, dhe është një, për të tjerët, pra për dikë që nuk është pjesë e kulturës çame, është një çudim më vete, dhe aty e kam kuptuar që ajo është një recet magjike, një recet që se ka askush, po a ke një recet, a mendon se ka një recet kjo kultura çame
që na bën të ndihemi krenare dhe ta prezantojmë kështu siç prezanton, si thua, gjithë gegët prezantojnë flinë e tyre, ne kemi klymështorin në këndvështrimin tim, po ju dini shumë më tepër se sa unë. Jo, edhe unë qumështorin, sepse ka zonat Shqipërisë që qumështorin bëjnë vetëm atë si paluze dhe shërbejnë ashtu. I edhin atë të verdhën e vezës sipër që bëhet atë sipa. Ajo jona, ajo çamja është se ne bëjmë petë. Dhe aty bëjmë 4-5 peta, bëjmë përgatisim këtë si në fakt, metoda arsie beshamellës, me miell, me vezë dhe me qumësh, dhe I shtojmë shumë pak miell misri, për të bërë si e prerë, që mos tjetë ashtu si e ngjitur, dhe e shtrojmë. E shtrojmë dhe këto petët, ne I sillim rreth e rrotull, si fustanellë. Si fustanellë. Duhet, edhe ajo ka atë metodën e vetë, ta bësh ashtu si fustanellë, dhe një të verdh veze që e ruajmë për t'ia hedhur atë mesit, që bëhet ajo cipa. Qumështori është unik, s'na e merr dot asnjëri. Ne bëjmë dhe një byrek me, bën dhe mami, dhe ajo me oriz me mish. Po, e kam provuar edhe kjo. E ke provuar? Po. Po. Edhe kjo bëj me mesin bosh, si qumështori, edhe në mesi dhe një vezë, po ishte e kripur, ishte me oriz edhe me mish, me fije mishi. Ose kjo me sniku, për shembull, që e bën me mishën e kokës, ti merr gjithë pjesët e mishit kokës, ai lëngu punohet, pasi punohet me krip, me piper, ti spërkat petët me lëngun e mishit kokës, që ka dhe atë yndyrën e vet, edhe copat e mishit, e mbulon, edhe është një super që tash përmetin mbase e përdor si mesnik. Dhe nuk se di, domethënë, po unë e di çame. Sa e rëndësishme është që këto t'i trashëgojmë brez pas brezi, në kuptimin ai trashëgojnë, si thua, fëmijët, niprit tuaj, të afërmit tuaj, fëmijët e motrës suaj, ashtu sikurse I keni trashëguar juve nga mamaja juaj, e pastaj mamaja nga gjyshet e veta. Atëherë është detyra jonë kjo, që ne t'ja u tregojmë fëmijëve. Deri tani fëmijët tanë se dihet, koha është komplet tjetër. Janë më menaze, me gjitha të gatimi jonë I nënës vinë ato. Por unë, për shembull, fëmijëve të mi, ja u kam propaganduar, sidomos çaj në manxuran. Sepse ne gjithmonë në shtëpi kemi një vazo, edhe unë kam një vazo me manxuran, dhe e përdor shumë për çaj. Kështu që thotë ajo, ai çaji jote, ai çaj që bën ti. Do të thënë ajo aroma e manxuranës është, nuk e di çfarë të them, domethënë është fantastike. Çaj manxurane me pak mjalt, ato e duan. Gjyshja ime përdorte, po pa diskutim, gjyshja ime përdorte shpesh manxuranën, e kishte në shtëpinë e vet, mua ma sjell sildi nga Konispoli. Shumë bukur. Do të sjell edhe unë një vazo me manxuran. Me shumë kënaqësi. Mund të kisha sjellë tu një vazo ta keni në studio. Për vitin e ri. Po. Në vend të asaj temës shumë e bukur. E Krishtlindjeve, më mirë të kemi një. Me shumë kënaqësi do ta pranoja, se vërtet sjell kujtime shumë të bukura, edhe është një motiv që për ne ishte si të mblidheshe në shtëpi pas dite ose në mbrëmje dhe të shijoje me gjyshen disa rrëfime të bukura, qoftë edhe për çamërin, që ishin kujtime që na kanë rritur në fakt. Si ka ardhur çamëria tek ju? Si ju është rrëfyer? Ka qenë e bukur, e trisht, se unë kam pasur 2 lloje rrëfimesh, nga ana e mamit që më rrëfente sa e bukur është. Pra, gjyshja nga mami që rrëfente detin edhe ato pejsazhet fantastike të çamërisë, dhe rënkimet e çamërisë pastaj nga ana tjetër nga gjyshja e babit, e cila vinte nga paramtia dhe që vuajti gjithë pjesën e masakrës dhe të gjenocidit. Që unë I kam pasur të dyja rrëfimet. Si jeni rritur ju, shefe Moza? Mami im paramithiote, dhe e kanë përjetu keq, sepse paramithjotët ishin ato që e vuajtën luftën. Të tjerët u dëbuan, por lufta e vërtet ndodhi në paramithi. Do të thënë, familjen e mamit I futën në kamp përqendrimi. Mami atëherë ishte e martuar me një burr tjetër dhe ishte shtatzane. Dhe burrin ja vran para syve. Dhe mami lindi fëmijën, sepse herët për lindi djalë, dhe I thanë e ke të vdekur. Do të thënë, mami nuk e pa fëmijën e vet. Dhe nuk e dim, do të thënë, nëse unë e kam një vëlla apo se kam, sepse nuk na e treguan kur, nuk u mor vesh kur. Dhe kanë vuajtur me vërtet, do të thënë, çamët e paramithisë
kanë vuajtur dhe mami tregonte vetëm vuajtjet. Tregonte për shembull që nuk ishin të jepnin gjithë fëmijës, foshnjës dhe bismillah, siç kishin ato dhe i hidhnin fëmijën në lumë sepse po vdiste, domethënë po vuante. Domethënë vuajtje unë rënqethem tani, po nga mami me vërtet që kam dëgjuar gjëra shumë të tmerrshme, të trishta, dhe ne vajtëm njërë në fakt në paramithi. Mami atëherë ishte smur, po nuk mundi ta gjente shtëpinë, sepse një shtëpi thoshte mami, poshtë kishte lumi, nuk e gjente, sepse në paramithi kanë kaluar rrugë. Dhe mami dhe këto e mbanin veten ti e di shumë mirë sepse këto ishin qytetare dhe ishin cikun përpjeta, por prona s'kishin. Kishin vetëm ato shtëpi, një shtëpi dy kace thoshte mami me mandarina me portokallë dhe kaq, nuk është se kishin pasuri. Kurse nga babi është diçka komplet tjetër. Gjyshi im, unë e them me krenari, po që kur s'ke më gjë, gjyshi im ishte një nga më të pasurit e Çamërisë. Isufi Zeti ishte një nga familjet më të pasura. Vinte nga familje shumë e pasur, dhe babi thoshte kur të shkoni atje, çfarë të kap syri është e juaja. Dhe kuptohet, erdhën këtu, babi kishte bërë shkollën atje për gjeodet, filloi punë, ka ndërtuar këtë urën e skrapar berat, dhe gjatë ndërtimit të urës i thanë hajde se ka një problem ura dhe futën brenda, këtu në burg, dhe sa e futën brenda, ku i ke Florind. Sepse babi këto erdhën me shumë pasuri me vete. Dhe erdhën komod, erdhën me kuaj, nuk vuajtën si gjithë të tjerët. Po sepse lajmin atë kohë përhapej nga krahina në krah. Po që babi e kujton shumë të bukur ai dhe ai fëmirin, është rritur vetëm me gjyshe, sepse ati të vdiq nëna shumë, e la 1 vjeç, pastaj gjyshi u martua prapë, domethënë unë kam shumë xhaxhallar, edhe halla. Edhe ka rritur gjyshja, thoshte, dhe nëse babi kërkonte këtë qajien që them unë, e thoshte se ma bënte gjyshja. Dhe ai u fut biznesit, ndihmonte babain e vet. Ishte shumë i zoti për biznes, për të shitur vaj në Ullirit, shkonin shisnin në Korfuz. Domethënë ishte ai lindi për të qenë biznesmen. Po këtu pastaj si vjen koha, dhe prapë filloi këtu me këto tregtit e qingjit, se çam i tregon veten. Edhe këtu. Po që nga babi kam shumë kujtime të bukura, domethënë, jo kishte këto profesorat që vinin i jepnin mësim në shtëpi, jo bariu babit, jo, domethënë tregonte këto, ishin tamam familje të pasur, edhe tregonte gjëra, kujtime shumë të bukura. Kur keni shkuar aty, cili ka qenë emocioni që keni përjetuar? Pra, jeni gëzuar, jeni trishtuar, ka pasur një lloj, si thuash, mendimi që sa gjëra të bukura na kanë marrë, pse i kemi lënë, ke pasur ndonjë lidhje, ke ndjer një lidhje me rënjën? Pra, je ndjer si pjesë e atij vendi? Unë patjetër që kur kaloj në Gumenis, ndihem në shtëpi. Domethënë të tret gjaku. Babi vjen nga Varfaj, quhet në ato, tani në këtë kohë quhet Parapota, mos fshati, dhe duke, ne gjetëm vetëm nga përshkrimi babit, ne gjetëm shtëpinë. Unë isha me tim shoq është Tiranës, edhe thoshte, domethënë më shumë qante ai, thoshte nuk i ve faj Mehmeti kishte me babin, që është, domethënë, nuk e di të lësh gjithë ato pasuri dhe të vish në Shqipëri, po që ne u futëm në bord të shtëpisë, unë këputa 2 limona, një sallatoni xhaje, tash kam sjell 1 limon nga bori i gjyshit. Si gjetë shtëpinë? Vetëm me përshkrimin e babit, dhe dijej, sepse babi thoshte kur të hyni te rruga fshatit lart, në krye duket një shtëpi e madhe. Edhe me të vërtet ishte siç e kishte përshkruar babi, një shtëpi e madhe. E pabanuar? E pabanuar, ndërkohë në gjysmën e shtëpisë ata e kishin përdorur si bashki, si shkollë, nuk e di, kishte përdorur vendi, komuna aty, kurse gjysma ishte bosh. Në fakt, në një pjesë të shtëpisë së babit, se këto kanë, domethënë xhaxhallare, ke parasysh si familje, ishte një shtëpi shumë e madhe, dhe kjo pjesa e babit në fakt jetonte deri vonë avokati i babit. Dhe ai vjen në Shqipëri rreth viteve 90 kur u hapën ta rrugët. Edhe i thot babit, dëgjoj Mehmet, unë kam bërë shtëpinë time pa aty poshtë. Kështu që e ke shtëpinë të lirë. Dhe ne kur kemi vajt në Çamëri, ishte një zonjë, dolin në balkon, ajo, hajdeni, greqisht, ajo, hajdeni. Ta unë jam goca filanit, avokatit. Ajo jetonte në Australi në fakt, po kishte ardhur vetëm për pushime, tha edhe por i këtu, tha, po ju hajdeni, shtëpia juaj është. Domethënë ne unë ndihem shumë mirë, të them të drejtën.
Dhe ky bariu babit, kur ka ardhur në Shqipëri, do të thënë shumë miqësor me ne, shumë të dashur, nuk e di, nuk di çfarë të them. Politikat janë politika pastaj. Të njëjtën qasje kam pasur edhe unë, të paktën në gjithë pjesën e rrugtimit në Çamëri, kam gjetur një farë mikpritje të jashtëzakonshme nga populli, pra nga ata që banojnë sot aktualisht aty. Ata e dinin historinë sigurisht edhe e shihnin një lloj trishtimi kur ne shohim ndërtesa të braktisura, por nga ana tjetër nuk e pash të qasje kur kam shkuar në Paramthi, sepse aty nis ndoshta aty është edhe vala më e nxehtë, aty është gjenocidi, aty është gjithçka dhe aty nis ndoshta edhe një lloj survejimi, një makinë që të vjen nga pas, por në pjesën tjetër dhe aty kupton sjelljen e popullit, e individit, e njerëzve që duan të jetojnë mirë me njëri tjetrin në një bashkëjetesë si të ishin dy fshinj të cilët duan të jetojnë në harmoni, po aq sa kupton edhe sjelljen e politikës edhe të shtetit. Unë them se gjë është politik, sepse njerëzit, do të ne, mami thoshte se nga që ishim musliman, dhe kur erdhën në Shqipëri, do të thënë donin që ne të martoheshim me musliman. Po këtu erdhën, u martuan me të krishterë, pa problem. Tha mami, ne kishim vëllezër motra ata, pavarësisht ishin të krishterë. Po ne për këtë punë u përzum, do të thënë, ishte në qika jo ideja. Kurse këti nga babi, unë kthesha njërë nga Janina, dhe ndalojnë në një farmaci 24 orësh atje, kota, e të brim në një gjë, ishte vonë. Dhe ishte ai pronari farmacisë, doli që doni, që s'doni, në qika anglisht, që greqisht, edhe nga si jeni, unë isha me motrën, thëmë ne jemi qamë këte nga parapota mos, dhe jemi besat e filanit, i sufizetit. A i filloj të qante. Tha, ju duhet luftoni, tha. Thëmë, po, tani, do të thënë, se ne jemi shumë të, jo të pa informuar, apo do më thënë shumë të dobët para gjithit faktit të madhë. Dhe pastaj doli e shoqja, si duket e shoqja ishte greke, dhe ky nuk foli më bëri kështu si me shenjë. Do nuk e zgjati mua vetin. Por gjithsesi u qante me lot. Ta mbaj mend. Shumë e bukur kjo histori. Edhe tregon vërtet që sa bashk jemi ndonjëherë edhe sa jo bashk nuk jemi në raste të caktuara. U martuat me një djalë nga Tirana, Tiranës. Tiranësit janë familje të buta. Ta do gatimin për atryezën kur është? I do gatimet çame? Mami, për shembull, ne kishim si tradit që vajza duhet ditë të bëj peta byreku, që të martohet, se po s'ditë të bësh peta, nuk e bër gati për të martuar. Dhe unë kuptohet që e vogël bëja peta, se na i mëson dhe mame ato klajime. Edhe unë e kisha testim, tetor, nëntor, djetor, sa e hollë është peta, është qarë. Peta e hollë e këshu, i dhini se shte këtu, hape këtu, jo po qa, jo po së qa. Kur njife mu me burin tim, a i thot, a i shumë byrekët. O, sa mirë, ta shumë byrek ditë. Dashuria vjen nga stomaku, kështu që e zgjidhe. Byrek ditë bëj, unë i thash, që jemi në regull. Se mos paramithiotët preferonin të martohesh me paramithiotët. Po se jemi pak më qytetarë. Se ishim shumë qytetarë, i thoshte babi. Jemi pak më qytetarë. Gjithë bukur mami, se mami qytetarë, po pa pasuri. Edhe mami fliste pak greqisht, me zi e lidhë të fjallën Shqip, sepse në paramithi flisin greqisht. Flisin greqisht, po. Kurse babi e dinte greqishtën me të shkruar, me të kënduar të shte babi, po nuk fliste Shqip më shumë. Edhe i thoshte mami, babi, unë jam paramithiota, ju jeni oriates, tatarë, do me. Po i thoshte babi, se jemi Shqipëri dhe martuar bashkë, sa aty ti nuk jetë dhe rajon, se këto marteshin me dyër, dere madhe, nuk do mernim në një që s'kishte pasuri. Shumë e bukur. Dhe paramithjotët martoshin në zvetes. Tezja ime ishte nusja dajës babit tënd. Po, shumë e vërtet. Edhe mbaj mend atë oborin e Nën Farias që ishte para pallatit që ka qenë me shumë lule bore dhe një obor i mbushur plot me manxurane dhe me shumë aromra. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë Moza që më solli gjithë këto kujtime të bukura
përfshirë këtu edhe manzuranën, të cilën mezi e pres. Do ta sjell, faleminderit juve, edhe për mua është kënaqësi që të ringjall kujtimet e mia dhe nuk e di, domethënë unë dua gjithmonë të jem mes çamësh, që ti flas, po dhe kur jam mes njerëzve të tjerë, shoqeve të mia që nuk janë çamër, unë gjithmonë i flas me krenari për veten time, për vendin tim. Pa diskutime, dhe është një gjë që na del kështu pa dashje, edhe ndaj them që kur e kam parë reagimin e miqve të mi kur kanë provuar për herë të parë klumështorin, më ka bërë shumë çudi dhe që nga ajo ditë më duk sikur e kisha një lloj misioni për t'i treguar se sa të mirë dim ta bëjmë ne klumështorin. Besoj që mund të shkojë ndonjë recet si klumështori në UNESCO. Po, dhe se kuzhina italiane para 2 ditësh u bë pjesë e UNESCO-s, bageta franceze para një viti ndoshta ose para pak muajsh. Flia me sa di unë. Edhe flia po diskutohet, po e meriton klumështorin. E meriton. Nëse ne e çojmë, bëhet pjesë e UNESCO-s. Po duhet mblidhemi të gjithë ne që ta bëjmë edhe ta çojmë aty. Edhe të çojmë këtë formën e fustanellës me peta edhe në UNESCO. Faleminderit shumë për këtë bisedë të bukur edhe faleminderit për gjithë ngjyrat, shijet, aromat që i solli Çamikos në këtë ditë. Faleminderit vërtet. Kënaqësia ime. Faleminderit edhe juve që na keni dëgjuar deri tani, na keni shoqëruar për gjatë gjithë vitit, në fakt nga marsi në dhjetor, vazhdon edhe vijon misioni Çamiko me të tilla diskutime të bukura. Ndaj ju ftoj që të na ndiqni edhe të premten tjetër në orën 20:00. Shihemi.